Flamur Sadriu pohon se kjo organizat ka bërë të mundur që së bashku me vullnetarët e saj kanë evidentuar 686 hapësira ku hudhen mbeturinat në mënyrë ilegale dhe se veprimet e tilla dëmtojnë mjedisin ku ne jetojmë. Sipas tij, këto të dhëna do jenë një ndihmë e madhe për Gjakovën. Për 5 ditë janë evidentuar 686 hapësira ku janë hudhur mbeturinat ilegale. Çka ka bëu Open Data? Open Data e ka bëu një hordë digjitale e cila mundson komunës dhe sidomos kompanisë komunale Qabrati me në hardë digjitale ku janë hapësinat me koordinata. Të dhënat e vullnetarëve të cilët marrin pjesë në këtë hulumtim do merren dhe do futen në të dhënat e portalit të qytetit, tha drejtori i administratës dhe personelit në Gjakovë. Ai shtoi se këto të dhëna janë shumë të çmueshme për komunën tonë. Ky program apo ky aplikacion do rrisë efikasitetin në shërbime për qytetarët e komunës dhe një llogaridhënie se në çfarë vendi dhe në çfarë ora janë duke marrur mbeturinat, le të themi, nga ana e ndërmarrjes komunale Qabrati. Nga 686 hapësira të mbeturinave ilegale të identifikuara, 25% prej tyre vlerësohen si deponi të mëdha, ndërsa 32% e mbeturinave kanë përmbajtje plastike, çka përbën shqetësim për organizatorët e këtij hulumtimi.